Të dashur miq, selamu alejkum, po takomi bashkë për të realizuar emisionin e kësaj jave Kolazh javor. Është ky emision i përmbledhjeve, ku në vazhdim bashkë me ju do të ndjekim këshilla të ndryshme që janë dhënë gjatë kësaj jave përmes tematikave të ndryshme, e që sigurisht është veçuar edhe muaji i bekuar i Ramazanit. I ndjekim bashkë. Sufjan bin Ujejne ka thënë se Imam Evzaiu ka qenë imami i kohës së vetë. Pra, në kohën kur ka jetuar, ka qenë imam, ndoshta prej më të diturve. A i thotë se njëherë gjatë kohës së haxhit, a i kishte ardhur për ta kryer haxhin. Dhe duke shaluar deven e tij, e kam parë Sufjan Thauriun, i cili e kishte kapur deven e tij për frere. Dhe bashkë me të ishte edhe Imam Maliku, që ju thoshin njerëzve, hapeni rrugën për hoxhën, derisa e morën dhe e afruan pranë Çabesë madhnueshme. Nëse dikush pretendon se do Allahun, atëherë për ta dëshmuar këtë dashuri, duhet që ta ndjek Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ndryshe, dashuria do të mbetej vetëm pretendim. Pra, ne dua Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe provë, dëshmi, argument i kësaj dashurie është ndjekja e sunetit të tij, është pasimi i tij. Allahu na ka treguar në Kur'an që ne duhet ta ndjekim atë dhe duhet ta pasojmë atë, nga se në fakt ai çfarë flet nga ajo që i shpallet prej Allahut. Dhe nëse ne e respektojmë, nëse ne e çojmë në vend fjalën e tij, atëherë ne në vërtet e kemi çuar në vend fjalën e Allahut te bareke ve teala. Për të nxitur besimtarët që të kontribuojnë në këtë drejtim, ka thënë se e rëndësishme është angazhimi, është përpjekja, është kontributi, është bashkimi me radhën e atyre që kontribuojnë për xhami. Edhe nëse kontributi yt është solid dhe simbolik. Ka thënë në një hadith, ai që për hir të Allahut e ndërton një xhami ke mefhase qatatin, qoftë edhe sa një strofull i një zogu të vogël, Allahu do t'ja ndërtoj atij një xhami. Pra, edhe nëse për ndërtimin e një xhamie nuk ke pasur mundësi që kontribosh më shumë se sa ta zëm me shprehjet tona me 1 euro, me 2 euro, me 5 euro, atëherë dije se aq ke pasur dhe Allahu i madhruar për sinqeritetin tënd do të shpërblej me një shtëpi në xhenet. Transmetimi i jetës së tij, me çfarë përkushtimi është bërë. Çdo detaj është përcjell, çdo detaj është transmetuar. Gjithçka dihet nga jeta e tij. Dhe sikur që e kemi përmendur vazhdimisht, përkundër kësaj transparence të transmetimit, përkundër përpjekjeve të shumta për me studiu jetën e tij, edhe nga aspekti i gjetjes së tmetave, mbetet figura më e pakontestueshme në historinë e njerëzimit. Muhamedi alayhis salam mbetet njeriu i vetëm që nëse njerëzit dëshirojnë me fol keq për të, nëse njerëzit dëshirojnë me gjetë ndonjë tmet në jetën e tij, e që gjithë kemi tmeta, për Muhamedit nëse do të më shpif. Ndryshe nuk ke mundësi. Gjithçka në jetën e tij është sinqerisht aq bukur, e rregulluar, e ndërtuar, e manifestuar, sa që të mahnit. Nga se ajo është i dërguar i Allahut. Allahu xhallahu ala është kujdes për të. Allahu te bareke ve teala e ka përzgjedh dhe e ka formu dhe e ka ndërtu që të jetë një shembull i gjithanshëm për të gjithë njerëzit. Thotë gjatë namazit nuk kam koncentrim të mjaftueshëm. Normal,
mungesa e koncentrimit namaz deri në nivel është e arsyetuar. Nuk mund të jemi gjithmonë tankon nga si njerëz, mund të na zhvendoset mendja ko pas kohe edhe jashtë namazit. Po ne duhet të bëjmë përpjekje të vazhdueshme që ta majmë koncentrimin dhe vëmendjen brenda namazit. Për të ndodhur kjo, duhet me ndërmarrë disa masa, patjetër, nga ato është përgatitja e duhur për namaz. Me marrë abdes që duhet, me paramenu se po del për Allah të mënduar, me i ditë kuptimet e lutjeve që thua, për shembull, për shkak se lutjet janë gjuhën arabe, e ti nuk e din gjuhën arabe, do të mësu përkthimet, që kur thu për shembull Alhamdulillah Rabbil Alamin, ose e këndon surën, ose thu Subhan Rabbil Azim, e kështu me di çka po thu. Dhe sa më tepër mishrohesh me këto kuptime, më tepër për të namazin. Pastaj me ditë vlerën namazit, me lezu për shembull për vlerën namazit, çka po bëjnë në rreth ku po falë. Kur kupton çfarë vlerë ka namazi, gjithmonë të shtohet më tepër edhe koncentrimi. Normalisht fëmijët e kanë një mënyrë të posaçme të motivimit, nuk motivohen si njerëz të mëdhaj. Ata e kanë domosdoshmë botën e tyre dhe natyrën e tyre të motivimit. Nga një motivim mund të jetë për shembull përmes ndonjë lehtësimi caktuar që për shembull me shku dikun, me dal dikun, duke shtu dozën e lavdatave, jemi të lumtur, po na bëni krenar, po na gëzoni, se kjo kur fëmiu është që prindi poshtë i lumtur, poshtë i gëzuar, është motiv për të për me bë punë të mira. Pastaj ndoshta edhe stimulim përmes edhe besimit, se ata tash e dinë çka është besimi në Allahun te barekutaala, më mësuan, më thonë që jo për dini fjalën e Allahut. Tash për shembull, nesër mundi ka shkoni me lezu Kur'an e për një shkruan keni 10 sevape. Mi mësu që Kur'ani i ruan jetën e tyne, që Allah i mbron me Kur'an, që realisht edhe mbamendja e njeriu të zhvillohet dhe padyshim rritet kapaciteti i mbamendjes përmes mësimit të Kur'anit. Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka përkufizu duke thënë se qëndrueshmëria është me ju përmbajt urdhrave të Allahut dhe me u largu nga ndalesat e Allahut te bareka ve taala. Uthmani radiallahu ta'ala anhu ka thënë, thotë qëndrueshmëria është sinqeriteti i njeriut ndaj Allahut te bareka ve taala. Që njeriu të jetë i sinqert me Allahun e Madhërisëm në punët e tina, në veprat e tina. Kurse Aliu radiallahu ta'ala anhu dhe Ibn Abbasi kanë thënë se qëndrueshmëria është me kry njeriu farzët e Allahut të Madhërisëm. Farzët e Allahut të Madhërisëm. Andaj çdo gjë që ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall, e që në përgjithësi të gjitha kanë të bëjnë me parimin kryesor, qëndrueshmëria në fenë e Allahut, si ke në fjalë, si ke në vepra apo si ke edhe në qëllim. Kërkuj djalli i mallkum, kërkuj nuk e shkon një 5 vakt lije të namazit, nuk i shkon në ditën e parë dhe më thon lej 5 vakte të namazit sot. Një njeri që është mësuar me agjëru të hanën e të ejtën, është mësuar me agjërim nafile, ditët e bardha apo gjëra tjera. Shejtani i mallkum nuk shkon me një herë atij me i thonë që dosh milion këtë agjërim me një herë. Ose nuk shkon me i thonë për shembull a leje Ramazanin me një herë. Po gjithçka duke u mundu që ndoshta në pikat që ti hiç nuk beson që mund të ai me dëpërtu te ti, që atëherë ai dëpërton edhe sfidon qëndrueshmërinë tënde ka shi fesë Allah të barë. Pra dhe ajo vetë siguria që unë jam i paluhatshëm është ndoshta prej kurtheve të shejtanit. Po, edhe kjo gjithsesi, bile prej kurtheve më të mëdha. Pika kryesore, kësaj dobia kryesore, se targeti kryesor që do të më pas çdo besimtar, dhe mendoj që e ka çdo besimtar, është me fitu xhenetin e Allahut Azza wa Jall, i cili është premtim e Allahu Azza wa Jall, nuk e thënë gjithsesi premtimin e tij. Pra një jetë pa frikë dhe pa mërzi në jetën e kësaj bote është një xhenet në jetën e kësaj bote. Gjithsesi. Dhe gjithashtu përmes saj arrihet dhe xheneti i përjetshëm. Pra besimtari përmes kësaj arrin 2 xhenetet, të kësaj bote dhe të përjetësisë. Po kjo është mirësia e qëndrueshmërisë në fenë Allahut Azza wa Jall. Kjo është mirësia e qëndrueshmërisë në fenë Allahut. Për arsye se ti kur je qëndrueshëm në fenë Allahut Azza wa Jall, e merr jetën me rahati, e merr jetën me relaks, e merr jetën duke qenë i bindur se vetëm se ajo çka e ka caktuar Allahu dhe çka e ka bëu Allahu për ty, që ajo ka me qenë gjëja që më shumë ti ka me të kënaq. Edhe nëse arrite dynjan me marr, nëse nuk është në kënaqësinë me Allahun Azza wa Jall, kjo nuk arrin me të kënaqsh asnjëherë. Po kur ti je tani i kënaqur në këtë botë, je i kënaqur me Allahun.
ndarja e muhaxhirin dhe ansar është ndarje kuranore, ku Allahu Azza wa Jalla përmend këto dy terma dhe muhaxhirin i referohen atyre që kishin besuar në Mekka dhe ishin shpërngul nga Mekkaja vetëm si shkak i imanit dhe i besimit të tyre dhe i bashkangjitjes në karavanin e thirrjes bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa pjesa tjetër që i kishin prit këta muhaxhirin dhe u kishin hap shtëpitë e tyre dhe u kishin hap zemrat e tyre, quheshin në Kur'an me emrin dhe termin ansar. E ne sot inshallah do të flasim për ansarët, ndihmtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në thirrjen e tij 10 vjeçare në Mekke, hasi në vështirësi të shumta, hasi në bariera dhe në barikada të cilat kishte shumë vështirë që ti të i kalonte dhe u mundua në forma të ndryshme që t'i qasej popullit të vet, Kurejshitëve, që ta pranojnë thirrjen e tij. Ata të cilët i pritën muslimanët muhaxhirin në Medinë ishin ansarët, banorët e Medinës, që përbeheshin nga dy fise, Aus dhe Khazraj, që në esencë kthehen tek një gjysh i lashtit tënë, po pastaj ishin ndarë në dy familje, e që pas një kohë kishin pasur edhe probleme të ndryshme, saqë kishin arrit në luftë mes veti këto dy fise. Me të arritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i vllazëroi mes veti muhaxhirinët dhe ansarët banorët e Medinës tregu një gatishmëri për të sakrifikuar në rrugt të Allahut Azza wa Jall, tregu një gatishmëri për të përgjigjë në ftesën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë ishin për çdo lavdat. Ata të cilët besuan dhe bën hijrat dhe pastaj luftuan me pasuritë e tyre dhe me vetën e tyre në rrugt të Allahut Azza wa Jall. Dhe ata të cilët awau wa nasaru, ata që i strehun këta muhaxhirin, e që ishin ansarët, wa nasaru dhe ju ndihmun atëna, duke i ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj duke i ndihmu besimtarëve, apo këta awau wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Këta janë vëllezër dhe të dashur për njëri tjetrin. Dhe Allahu Azza wa Jall po tregon se këta ishin ata të cilët muhaxhirinët të varfërit dhe të dobtit i strehun dhe i ndihmun. I ndihmun në çdo aspekt, por ajo që këta e fituan epitetin ndihmtar ishin si shkak i ndihmesës që ja bën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe përkrahjes së thirrjes së tij alaihi salatu wasalam. Kur thuhet shkenca e cila mirret me dispozitat sheriatike, do të thotë nuk i interesojnë dispozitat jo sheriatike. Po gjithashtu dispozita sheriatike praktike, që do të thotë se ka dispozita sheriatike që nuk janë praktike, po janë, me thonë teorike ose janë të brendshme. Për shembull çështjet e besimit. Çështjet e besimit janë të brendshme, të cilat lidhen më tepër me brendsinë e besimtarit, bindjet, akidja, besimi e kështu me radhë, ndërsa shkenca e fikut merret me dispozitat sheriatike praktike. Do të thonë praktike, çka më konkretisht? Do të thonë gjithçka, çdo dispozit që vjen nga sheriati e që ka për qëllim gjithçka që del nga njeriu, prej sjelljeve të tij, prej fjalëve të tij, sikurse namazi për shemb, namazi është i jashtëm. Do të janë lëvizje të jashtme dhe në dispozita praktike. Moni ka ritet e veta namazi, gjithashtu haxhi është adhurim i jashtëm. E fiku përmirët me këtu, pastaj gjithashtu edhe me shitblerjen, martesën. Do pse ndodh që dietarët e fikut mos me qenë unik në të gjitha fetfat e tyre. Për shembull, pse nuk e kemi sot në tërë botën se për një çështje të caktuar, për shembull gjërat të cilat e prishin abdesin, ja, të gjithë dietarët e botës islame i thënë këtu. Gjërat të cilat nuk e prishin abdesin, për shembull, të gjithë dietarët e botës islame i thënë të njëjtë. Pse nuk e kemi këtë? Nuk e kemi për disa arsye. Arsyeja e parë është se
Natyra e këtyre dispozitave është e tillë, është fleksibile. Të më thonë, janë dispozita praktike të cilat e tolerojnë më tepër se një mendim. Madje edhe qasjet e ndryshme të dietarëve ndaj këtyre çështjeve të caktuara e pasurojnë edhe më tepër dhe o lehtësojnë njerëzve edhe më tepër. Hartuesi i këtyre dispozitave, i këtyre rregullave, po dhe gjitha rregullat e tjera fetare, mirë, por neve na interesojnë dispozitat praktike, që thanë dispozitat e fikut, e që është Allahu i lartësuar i ka dhënë leje dietarëve që me interpretu ato. Edhe përderisa janë dietar dhe përderisa i plotësojnë kushtet për me interpretu dispozitat e shariatit, Allahu i ka dhënë leje paraprakisht. Dhe tash, sado që e interpreton, çfarë do mënyre që e interpreton, ai prap ka me qenë brenda disa vijave të gjana, mirë, po e ka atë mundësinë që me interpretu ose me shpjegu më ndryshe se sa që e ka shpjegu një dietar tjetër, me kusht që këtë formë me bazu në argumente edhe në provat e tij edhe në hulumtimet e tij rreth çështjes për cilën flitet. Imam Tabariu thot fakti që Allahu e nënvizon besimin në botën tjetër, kjo nënkupton se besimi në botën tjetër, imani në ahiret, është qels i cili tutje dikton edhe pranimin e Kur'anit si shpallje, libër i bekuar dhe udhëzim për njerëzimin. Po ashtu, kjo nënkupton se ai që nuk beson në botën tjetër, ai i cili nuk beson në ditën e llogarisë dhe të shpërblimit, atëherë i tilli a priori edhe e refuzon udhëzimin e Kur'anit. Dhe në fund, thot, dhe ata të cilët e besojnë ditën e gjykimit dhe ahiretin, ata të cilët e pranojnë dhe e besojnë Kur'anin dhe udhëzimet e tij, ata janë të përkushtuar dhe shumë të kujdesshëm edhe për namazin e tyre. Imam Tabariu thekson se namazi është një provë praktike e cila e dëshmon imanin. Ajetin 94, Doktor Tuhmazi thot, ky ajet tregon se si ndeshkohen njerëzit për shkak të mburjes dhe arrogancës së tyre në jetën e kësaj bote. Ky ajet na tregon se shumë popull në historinë e njerëzimit nuk pranuan pejgamberët dhe profetët e Zotit, qoftë nga zilia, disa nga arroganca dhe kryenësia, disa të tjerë nga racizmi dhe nacionalizmi, pa marrë parasysh motivet që ata refuzun, kundërshtun, madje disa edhe i luftun pejgamberët e Zotit, ata në fund mbeten të humbur dhe të dështuar dhe në ahiret po ashtu humbin shumë. Doktor Tuhmazi këtë ajet e analizon edhe në dimenzionin e jetës tonë moderne, kur thot shumë grupe ideologji moderne të kohës tonë e mohojnë sot shpalljen dhe refuzojnë që Kur'ani famlar tjetë udhëzimi dhe udhërëfysi, duke pas pretendime dhe iluzione të cilat në fund përfundojnë si gënjeshtra dhe dita e gjykimit dhe takimi jonë me Allahun te baraka ve taala do t'i dëshmoj të gjitha këto si të pa vërteta. Allahu xhallal xhelalu në Kur'an konsideron jetën, le të themi, intime bashkërtore si një trup i vetëm që mbulohet nga një rob. Ju jeni për bashkëshortët tuaj si rob e trupit dhe bashkëshortët tuaj janë për ju si një rob e trupit. Kjo roba e trupit faktikisht ka disa funksione, e ndër këto funksione është mbulon, le të themi, tmetat dhe gabimet, zbulon gjithçka dhe sheh gjithçka, bën rolin e mbrojtësit në momente, le të themi, ftohti apo nxehti. Kështu është edhe puna e jetës bashkëshortore ose jetës intime bashkëshortore, domethënë ajo nuk ka kufizime për sa i përket, le të themi, etikës së shprehjes,
gjithmonë përderisa nuk te kalojnë kufit që kanë bën me fen apo me besimin. Ndërsa pjesa tjetër pastaj domethënë është e lirë, është e hapur, domethënë, si më thon, nuk ka shprehje të turpshme, si më thon, që s'duhen përdorur përderisa raporti i tyre është shumë më kaq se sa kaq. Ajo që faktikisht domethënë është e preferuar në natën e parë është që të nisi me dua dhe me lutje dhe me namaz mundësisht. Pra, po ndërtojmë një shtëpi të re, edhe Zoti thot shtëpia e ndërtuar mbi devotshmërinë. Pra, le ta nisim këtë shtëpi të re, këtë institucion të ri, që është pra një jetë familjare e re dhe një familje e re duke u ngritur mbi devotshmërinë, që do të thotë atë natë, pra që është nata e parë, është mirë që kur çifti të futet brenda, djaloshit të vendosit dorën tek balli i vajzës dhe të lutet me lutjen që, domethënë, na ka mësuar profeti alayhis salam, që Zoti ta bekoj këtë martesë dhe Zoti ma t'ju japi të dyve mirësitë e njëri tjetrit dhe t'i ruaj të dy nga të këqijat që mund të ketë gjithë secili prej tyre. Çdo gjë që nuk bie ndesh, pra le të themi me parimet e Islamit është lejuar, nuk ka asnjë lloj problemi, domethënë. Po edhe kufizime nuk ka fare, domethënë, le të themi në raportet, domethënë, çfarë mund të shkojnë në mend njeriu që është brenda të lejuarës. Brenda të lejuarës, po edhe jo, domethënë, ideja është se nuk ka kufizim, domethënë çifti është i lirë që të shpik e të sjell çfarë të doja ai, domethënë, si çift. Kështu që situata është shumë e lirë, domethënë, ka shumë hapësirë. Hallalli është shumë i gjerë, saqë të thua çfarë lejohet është shumë, ama çfarë ndalohet, kemi vetëm atë që ne tham, domethënë që është ndaluar, pastaj pjesa tjetër ka hapësirë. Pra, thënë ndryshe përpara se e shoh që e ke mendin me mbyll emisionin, është që të jemi pa asnjë lloj stresi. Që njerëzit mund të kenë shumë pushtet, mund të kenë shumë pasuri, por nëse nuk kanë besimin, kjo është qesharakë, kjo është tragjike për vetë ata njerëz. Prandaj Pupza erdhi me një shqetësim të madh, t'i tregoi prisit të besimtarëve, profetit të Zotit, që merru me këtë popull, jo thjesht nështroje këtë popull, po duhet na vi keq për këtë civilizim, duhet na vi keq për këtë popull. Kjo është pjesa që e nxit çdo besimtar, që jo thjesht kënaqet me atë që më ka dhënë Zoti të mirë apo më ka dhënë dhe besim, por ta shtyjë dhe një hap më ande që të na vi keq për njerëzit që i kanë gjitha të mirat, por nuk kanë besimin. Ne jemi të gjithë në një formë një tjetër si puna e saj Pupzës, e cila nuk është e rahatuar kur shikon që dikush i ka gjitha të mirat, por nuk ka ato që është më kryesore, nuk ka besimin e Zotit. Dhe ne të gjithë duhet të jemi si puna e Sulejmanit, të ngjajmë Sulejmanit që besimin tonë dhe pushtetin tonë duhet ta përdorim për mirë, jo për të shkatruar dhe për të nështruar popull, por për të bërë shkak që ata njerëz të hyjnë në besim. Besimtari nuk e ka besimin vetëm për veten e tij, nuk kënaqet dhe vetëm mjaftohet që unë jam mirë, po pjesa tjetër e botës le të bëj çfarë të bëj. Prandaj Sulejmani e përdori këtë informacion që ja dha Hudhudi apo Pupza, pikërisht për të përcjell besimin, për të çuar një mesazh te ky popull, te kjo mbretëresh dhe të shikojë se si do të reagojnë. Prandaj tha, dërgoj hidhe letrën time dhe dëgjoj se çfarë thon. Nuk është thjesht një mbret që dëshiron të nënshtrojë një mbretëri tjetër, edhe pse ky ka qenë rregulli i kohës, kur ka patur gjithmonë 2-3 mbretëri, njëra duhet të ishte më fuqishme dhe fuqia tregoi ose me pushtime ose me ndërgimin e letrave që njëra mbretëri të hynte nën pushtetin e mbretërisë më të madhe. Por ai ka një shqetësim më të madh se sa kaq. Prandaj nuk është thjesht një letër mbreti që shkruhet në emrin e tij dhe thotë nënshtrohuni përpara meje. Ai tha nënshtrohuni përpara meje, por i tregoi, më thënë që sepse unë jam profeti i Zotit. Letra nis me emrin e Zotit. E kjo i bëri përshtypje edhe Belkisës, prandaj ajo është modeli i një pushtetari të mençur dhe të zgjuar, dhe jo arrogant, se ne kemi faraonin krahun tjetër. Profeti Muhammed alayhis salam gjithmonë është konsultuar edhe në rastet kur konsulta ka sjell pasoja negative, por Zoti përsëri i ka thënë konsultohu me ta, se në fund konsulta ka begati. Konsulta tregon që nëse nuk ka shpallje, nëse nuk ka
po themi urdhër prej Zotit, atëherë besimtari kushdo qoftë, çfarëdo lloj pushteti që të ketë në dorë, e ka për detyrim të konsultohet me njerëzit e tij më të afërt. Dhe ata i tregojnë nga dëshmërinë që kanë për luftë, po themi aty janë komandantët e ushtrisë, ne i thotë kemi gjitha mundësitë, nëse bëhet fjalë për luftë, ne mund të luftojmë, por thotë vendimi përsëri ngelet të yti dhe kjo është një tregues që edhe ata e njihnin mekanizmin e konsultës, po dinin që vendimi përfundimtar i takon atij që është mbreti, që është pushtetari kryesor. Pra ishte po themi një cikël, le ta quajmë demokracie apo konsulte që funksiononte në të gjitha hallkat. Jo vetëm që duhet të filloj, por është mundësia e artë. Është mundësia e artë për arsye se Ramazani është në vetvete është ndryshim. Edhe ai që s'është i gatshëm të ndryshoj, po mendoj të ndryshoj diskursin e jetës, ai bile për 30 ditë ose 29 sa zgjat Ramazani, jeta e tij ka më ndryshu. Edhe formalisht. Për shembull, nëse me hongër ditën han natën, nëse me flajt natën flen një pjesë ditës. Por tjetër është qëllimi Ramazanit. Jo, padyshim që është tjetër, po do të thonë ndryshimi ndodh. Derisa tash ne po i afrohemi një kohë të ndryshimeve, qofshin ato shumë formale, atë njeriu e kupton se këto ndryshime janë stacion, janë mundësi për me ndryshuar edhe gjëra të mëdha në jetë që nganjëherë duke qenë pengët të rutinës, nuk jemi në gjendje me, për shembull, me braktis një vest keq, ose me ndru një shprehi të pakëndshme, ose me përfitu një tjetër të mirë e kështu me radhë. Ramazani është mundësia e artë për këto gjëra. Jo rrallë, ajo që përjetojmë, edhe e që flasim, e kanë një distancë. Edhe ne që flasim, nuk është se të gjithë njerëzit na dëgjojnë, edhe ata që na dëgjojnë nuk është se i marrin ose i përfillin këshillat, po mendojnë përgjithësi. Pastaj ndodh edhe tjetra, dikush për një mend atë kohën e para Ramazanit e ka hallakan. Ai e din se Ramazani po vjen, por nuk ka kohë me ul në vetmi edhe me parashtru vetës disa pyetje. Pse ndodh kjo hoxh? Tek njerëzit, tek besimtarët. Të gjithë njerëzit ndodh për shkak se këtë e imponon dinamika e jetës. Jeta në të kaluar ka qenë më e vështirë. Njëta dinamik do të jetë edhe në Ramazan. Tash do të flasim çka ndodh në Ramazan, cili është ndryshimi që ndodh në Ramazan. Mirë, po dua të them, në të kaluar jeta ka qenë më e vështirë, por duke qenë se nuk e ka pas dinamikën që e ka tash, të paktën mendjet kanë qenë më të qeta, emocionet kanë qenë më afër stabilitetit. Trupi është lodh më tepër atëherë. Tash trupi përjeton komoditet mirë, po mendja, vëmendja janë shumë të turbullta. A është vonë me thonë dikush po kthehna, po ndryshoj, po pendohna në ditën e 5 ose 10 të Ramazanit. A është vonë? Sigurisht jo. Ne po themi do të më u përgatit për Ramazan para Ramazanit. Sakt. Po dikush që s'është përgatit para Ramazanit, a është vonë në Ramazan me u përgatit? Jo, nuk është vonë. A është vonë? Shtrohet pyetja, se këtë pyetje na e bojnë shpesh në Ramazan. Thonë ka kalu pjesa dërmuese e ditëve të Ramazanit. Jemi po në 10-shën e fundit të Ramazanit. 20 ditë nuk i kam agjëru. Ta shumë po ndihem keq pse s'kam agjëru edhe, po kam qef sikur të kisha fillu. Çka më bë? Gjithmonë përgjigjja është fillot që tani. Pra s'ka hapësirë për dilema. Absolutisht. Hiç asnjë dilemë s'do të më pas njeriu edhe derisa e kemi frymën, derisa jemi gjallë. Kur nuk do të më thonë është vonë me ju kthy Zotit. Edhe ne që flasim, edhe ju që ndëgjoni, se Allahu subhanahu wa taala na ka mundsu të jemi nga ata të cilët ulemi, ndëgjojmë, mësojmë dhe ju në nështrohemi pasaj mësimeve të cilat dalin nga Islami. E Islami na ka mësuar tër ata cila na nevojitet si të jetojmë dhe tër ata e cila na nevojitet se me çka duhet ta pajisim veten tonë që të dalim fitimtar nesër kur dalim para Zotit fuqiplot. Ndaj, do t'jetë e pamundur dhe do t'jetë e pajustifikueshme arsyetimi i askujt, në qoftë se në mesin e tyre ka pas njerëz cilët ua kanë mësu Islamin. Pra, nuk do të kenë arsye nesër para Zotit, askush që të dalë
i humbur, ose i devijuar, ose ai i cili nuk e ka gjetë rrugën e duhur, në qoftë se në një rreth, në një mes, në një ambient, në një shoqëri, kishte njerëz të cilët e ngritën zërin e të drejtës, zërin e burimit, pra të shpalljes, dhe njerëzit i mësuan si ta njohin Zotin. Ibrahimi a.s. po e qëndash një sinjal shumë fuqishëm, s'mund t'i besoj dikuj i cili perëndon. Falamma ra'a al-qamara bazighan, qala hadha rabbi, e kur e pa hënën, e cila shndrit ke më shumë, ju tha hadha rabbi, ky është Zoti jam pra. Jo, pra po shkoj në diçka e cila është më e madhe se sa ajo që u prezantova juve si Zot. Falamma afal, edhe kjo kur perëndoi, pra e kur u zhduk nga pamja, qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawm ad-dallin. Qofse nuk më udhëzon Zoti im, unë do të jem në rrugën e devijuar. Pra nuk do të arrij që ta gjej rrugën e drejtë, rrugën e vërtetë. Mos shqo ky kërkim i vazhdueshëm. Islami, besimi, rruga e vërtetë, rruga e drejtë, rrugtimi përbashkët, njerëzit i ban të përbashkët. Andaj Allahu subhanahu wa taala nuk ja humb mundin e tij me gjithë sakrificën e jashtëzakonshme të cilën Salman el Farisiu e ban në jetën e tij, në fund i shpërblehet me dhuratën më të madhe që është udhëzimi, e sigurisht që pastaj edhe me xhenetet e Allahut subhanahu wa taala që janë shpërblem për robët e tij. E Allahu subhanahu wa taala thot: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." E ata të cilët përpjeken, ata të cilët mundohen, ata të cilët sakrifikojnë, ata të cilët nuk ndalen dhe nuk rreshtin se kërkuari për të arritur tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu xhalla shanu po thot: "Ne kena mua lehtësu atyre rrugën e arritjes dhe realizimin e asaj të cilën e kërkojnë." Andaj sakrifica, mundi dhe përpjekja një ditë për ditëve harrohen, mirë po mbetet arritja dhe mbetet suksesi i arritjes së asaj të cilën secili prej neve e kërkon. Nuk ka dyshim që agjerimi dhe Ramazani e ka dallimi qëndron në faktin se çfarë është qëllimi dhe çfarë është mjet. E ke parasysh tash, a është agjerimi një qëllim në vetvete apo është një mjet nëpërmjet së cilës arrin të një qëllim më final, më i rëndësishëm. Fatkeqësisht shumë prej besimtarëve nuk e bëjnë këtë dallim. E konceptojnë agjerimin si një qëllim në vetvete. Jo, agjerimi është vetëm mjet nëpërmjet të cilës ne arrim tek synimi kryesor, ajo është arritja e kënaqësisë së Zotit, respektivisht arritja e devotshmërisë. Ky është qëllimi. Nëpërmjet agjerimit e realizojmë këtë qëllim. Prandaj vetë kur themi ne në vetvete se besimtari do të më bën njet agjerimin, kur themi njet është për qëllim ai synimi, qëllimi i njeriu. Nëse një person ka një borxh, po e zam 100.000 euro, edhe tash e ka situatën rrethanën si do ta laj atë borxh, si do të fitoj e kështu me radhë, edhe i vjen një ofertë nga ata njerëz apo nga ai person që ja ka borxh 100.000 euro, edhe i thu, dëgjoj, i ke një muaj ditë afat. Gjatë këtij muaji do t'i veprosh këto veprime caktuara, këto punë caktuara, edhe sa më shumë që të punosh, aq më shumë është mundësia që ta lash borxhin. Si do të jetë gjendja e këtij personi në këtë muaj? A do të flaj i liruar apo a do të jetë koncentrimi i tij prej fillimit deri në fund do të jetë se si unë ta shfrytëzoj në maksimum këto 30 ditë që sa më shumë ta laj borxhin dhe dal me më pak borxhe në fund të muajit. Kështu është edhe rrethana besimtarë në këtë muaj. Allahu i Madhërisht na ka bën një ofertë. Ka thonë është muaji i mëshirës, muaji i rahmetit, muaji i faljes së gjunaheve, muaji i ngritjes. Pra nuk është vetëm puna e borxhit, është puna që ti tash ke mundësi të fitosh shumë më shumë se në rrethana tjera. A është synimi kryesor që unë tri i uritur, edhe a është synimi kryesor i Ramazanit që unë tri unt edhe i etur, apo synimi i Ramazanit është që unë ashtu siç rrin pra është një lloj grade ose një lloj shkallë në cilën ti
duhesh me e bind veten tënde dhe karakterin tënd se të gjitha këto nevojat të cilat i ka fiziku jyt, siç është ushqimi dhe gjërat, ti je ai i cili kontrollon. Do thotë vedia jote, ndërgjegja jote është ai që i kontrollon. Prandaj ti kur ke aftësinë që ta ndalosh veten tënde nga gjërat më esenciale që i ki në nevojë me i marr, sikurse që ushqimi dhe pija, dhe ti heq dorë nga ato për një kohë caktuar, atëherë ti duhesh me menduar në veten tënde që përderisa po kam këtë aftësi dhe këtë mundësi, atëherë unë mund të heq dorë edhe nga shumë shprehi dhe zakone që janë mëkate dhe veprime të këqija. Kontroll mbi nefsin, mbi dëshirat. Ashtu siç po hekun këto esenciale, atëherë pse nuk mund të heq dorë nga disa mëkate, të cilat nuk janë esenciale edhe që nuk mbajnë jetën time. Ajo që e kanë thënë edhe më vonë dietarë të tjerë, nuk ka prej shpërblimeve që vjen më shpejt se sa mirësjellja ndaj prindërve. Shumë prej shpërblimeve, pra shpërblim për namazin, shpërblimi për agjerimin, për zakatin, për bamirësi të ndryshme, për vepra të ndryshme të mira, mund të vonohet krejt në ahiret, ndërkaq shpërblimi për sjelljen ndaj prindërve është që fitohet edhe në dynjat para se me dalë në ahiret, pra përveç ahiretit. Andaj, duke përmend që ndaj prindërve të kemi konsiderat, përmend specifikisht nënën e cila i ka këto 2 elemente, respektivisht 3 elemente. I treti që po e them, në fakt është mes parit dhe dytit, që është me rëndësi të thuhet. Bara, pra shtatzënia, gjithënja është kjo tjetra. Ndërkaq mes tyne, mes barës dhe gjithënjës është lindja. Këshill që Lukmani i mençur i thot djalit të tij, thot ja bunej, o djalim, nëse vepra e jote të duket që nuk të ka pa askush, të duket që është e vogël, ose kundërta, është e mirë, por jo e çmueshme shumë sepse nuk po përfshin shumë njerëz e tjera, ta kesh parasysh dhe Allahu në mënyrë figurative, Lukmani i thot djalit. Thot edhe nëse do të ishte mithqale habbe, sa një kokër e vogël, fetekun fi sakhre, ajo kokër me qenë në një shkëm të madh, au fi semavat, ose në qej, au fil ard, ose ku do në tokë, në çfarë do kodre, ajo kokra e vogël me qenë, jeti biha Allah. Allahu ka aftësin, e ka fuqin, ta sjell atë. Në ditën e gjykimit do të shihet. E vogël, nëse është e mirë, mos e në çmo bëje edhe një herë, bëje edhe 2 herë, përsërite shumë sevape dhe merr sa më shumë, e të keqen, nëse e ke bërë atëherë, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Mas një të keqet të tillë të vogël, hajtë bëj një të mirë të vogël, pra, me cilën e shlyn këtë të keqen që e ke bërë më herët. Mirë po tash, ky prind të mëson ta falësh namazin tash. Derisa ka miell në mendjen tënde besimin e pastër në Allah, të mos i bësh shirk atij, derisa ti je mësuar që ta duash nënën edhe babain, eventualisht nëse i kundërshton vetëm atëherë kur ata të thirrin për punë jo të mira ose kur kundërshtohet Allah, atëherë dije se veprat të vogla apo të mëdha janë ato që do të regjistrohen. Allahu Azza wa Jalla në kësaj bote i ka dalluar njerëzit. Dikujt i ka dhënë pasuri dhe është bërë tregtar i madh, biznesmen i madh. Dikujt i ka dhënë famë, dikujt i ka dhënë pozitë, dikujt i ka dhënë dituri, dikujt i ka dhënë mençuri, ndonse i varfër, e kështu me radhë. Të gjitha këto cilësi të cilat Zoti ja jep dikujt, ka prej njerëzve të cilët i lakmojnë që t'i kenë në qenien e tyre. Dhe pjesa kryesore e lakmisë tek njeriu është zakonisht dashuria për pozitë, autoritet dhe për pasuri. Dhe jo rastisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
në një hadith të vërtet, dëshiron që të na tregoj se më shumë të njerëzit që lakmojnë të tjerët janë autoriteti, fama dhe pasuria. Dy ujq të uritur që hynë në kopen e deleve nuk munden me bë dam më shumë se sa dashuria e njeriut për famë dhe për pasuri. Pra, një njeri i cili e don famën, e don autoritetin, e don pasurin, bën dëm më shumë se sa dy ujq të uritur që hynë në kopen e deleve e që janë të uritur dhe dëshirojnë që të hanë diç prej atyre deleve. Pra kjo tregon se lakmia njeriut arrin në atë nivel ku lakmia bëhet zoti i tij. Pasuria bëhet zoti i tij. Fama bëhet zoti i tij dhe siç Allah Azza wa Jalla përshkruan në Kur'an famlart e faraejte men ittakhadha ilahahu hawa. A nuk e ke parë ti se si njeriu e merr për zot epshin dhe egon dhe lakmin e vet. Fa adallahu Allahu ala ilm. Dhe Allah Azza wa Jall në të kfjallt e humba të nga rruga e drejt për shkak të lakmisë. Për këtë arsye, thot Ibn Rajab, nga ky hadithi pejgamberit alayhis salam që damin që e ban njeriu për shkak të pasurisë dhe famës dhe autoritetit është më i madh se sa dy ujq të uritur, tregon se njëra prej shkaqeve që më shumë të shkatron fenë e njeriu është pasuria dhe fama apo autoriteti. Për sa i përket rinisë, e cila sot ka krijuar një varësi nga rrjetet sociale dhe përrjedhoi, kemi një rini, siç përmendet dhe ju, e lodhur, pa motiv. Një rini e zbrazet në cilën formë? E zbrazet shpirtërisht fillimisht, sepse shumica e rinisë sot mendojnë se do të ushqehen dhe do të argëtohen nëpërmjet asaj kohe dhe energjie dhe vëmendje madje që u japin rrjeteve sociale, pa e kuptuar që janë ato rrjete sociale vendi ku ata janë të vjedhur më shumë. Vendi ku ata abuzojnë ndoshta me vetveten e tyre më shumë dhe përrjedhoi lodhja e tyre, verbëria e tyre, mungesa e vizionit, gjithashtu ajo zbrastia që ndjejnë për brenda është pikërisht zbrastia shpirtërore. Njeriu duhet të kuptojë edhe të rinë gjithashtu se kjo krijesë, pra njeriu është krijuar dhe përbëhet nga shpirti dhe nga trupi. Në momentin që ne duam të ushqejmë fizikun ton, trupin ton dhe të argëtohemi nga ana fizike në jetën e kësaj bote duke lënë pas shpirtin, ushqimin e shpirtit, atëherë kemi thyrje të ekuilibrave në qenien e njeriut, në vetveten e njeriut. A nëse ne ushqejmë shpirtin dhe shpirti nuk mund të ushqehet ndryshe, pra nuk kemi ushqime fizike, nuk kemi ushqime të prekshme, kemi ushqime shpirtërore të cilat vijnë pakete e gatshme nga krijuesi i shpirtit. Nga krijuesi i cili kur futi shpirtin në trupin ton, në fizikun ton, ne morën gjallërinë, që do thotë gjallëria e vërtet. Dhe jeta e vërtet e qenies njerëzore buron nga shpirti. Dhe përrjedhoi, nëse jemi paradoksal, nëse jemi kontradiktor në mënyrën e të ushqyerit të qenies tonë njerëzore, atëherë do thyen ekuilibrat fillimisht në vetveten tonë. Kemi hadithin e pejgamberit alayhi salatu selam, i cili thotë المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Besimtari që përzihet me njerëz të tjerë dhe përrjedhoi duron mundimin që vjen për tyre, është më i mirë tek Zoti se ai person i cili nuk përzihet me njerëzit. Dhe nuk ka se çfarë mundimesh domethënë të ketë prej njerëzve. Pse thot këtë hadith pejgamberi alayhi salatu selam? Për të treguar që ne jemi qenie sociale dhe shoqërore, duhet përzihemi me njerëzit, duhet të ndërtojmë raportet tona, duhet të shkojmë dhe të vijmë me njerëzit, duhet të shfaqim interesat tona, por të përfaqësojmë dhe të drejtën, të përfaqësojmë të vërtetën, të përfaqësojmë mesazhin hynor dhe të kemi kujdes në të njëjtën kohë që mos të ndikohemi nga veset negative. Në çdo vepër dhe punë tënde, të kuptosh shumë mirë se kënaqësia e Allahut nuk arrihet me aftësitë tua dhe nuk arrihet deri edhe nëpërmjet veprës tënde, por arrihet nëpërmjet suksesit të Allahut xhelle xhelalu. Siç thotë i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam,
askush për jush nuk do të hyjë në xhennet, ose askënd për jush nuk do ta fusë në xhennet vepra e tij. I thon, as ti o i dërguari i Allahut, i ka thënë as unë, vetëm nëse Zoti do të më mëshiroj. Pra mos ju mbështet punës tënde, por le të jetë mbështetja vazhdimisht tek Allahu. Dhe Allahu subhanahu wa taala i dërguari i Zotit është duke i treguar se veprën e pa arritshme ose të pamundur e bën të mundshme. Se në atë që quhet ndryshe fjalori i Allahut subhanahu wa taala nuk ekziston pamundësia, nuk ekziston lodhja, nuk ekziston diskutimi që të diskutohet mundet apo nuk mundet, nuk ekziston i nderuari im. Pra Allahu subhanahu wa taala çdo gjë ka të mundur. Të dish se për çfarë ti po lufton, të dish se për çfarë ti po qëndron. Përpjekja e parë kjo. Ndaj nëse nisim që me betejën e Bedrit, muslimanët janë pakic. Jo, muslimanët janë 3 fishi i tyre. Uhudi, e njëjta gjë, njëjta marrëdhënie. Hendeku, e njëjta marrëdhënie. Me Jermuk, me të tjera, 1 me 70 raporti, e njëjta marrëdhënie. Në çastin kur muslimanët, pra për një fragment, për një çast të vetëm, e humbën të ruan, idh a'jabetkum kathratukum në Hunain, kur Allahu subhanahu wa taala i përshkruan, kur ju mahniti numri i shumët, sepse ishin në një ushtri goxha të madhe. Pra me pak fjalë pan atë triumfin ose suksesin e tyre e pan tek kush, tek numri. E kthyen tek numri, në moment Allahu subhanahu wa taala tregoi madhështinë e tij. I drejtohet profeti alayhi salam Muadhit radiallahu anhu dhe i thot: "Ta'budullaha la tushriku bihi shay'a, wa tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu Ramadan wa tahujju al-bayta in istata'ta ilayhi sabila." I drejtohet me atë që duhet bëjë çdo musliman, që nuk duhet ta diskutojë asnjëri prej muslimanëve. Dhe i thot: "Ta adhurosh Allahun, të mos i bësh shok atij." Ne do të vërejmë se rastet ku vetë Muadhi radiallahu anhu transmeton nga i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam në këtë kontekst, në disa raste, pjesën se çfarë është haku i Allahut, dhe e kemi trajtuar edhe më parë, hadithin ku profeti alayhi salam i drejtohet Muadhi ibn Jabal radiallahu anhu dhe i thot: "O Muadhi ibn Jabal, a di se kush është haku i Allahut tek krijesat e tij?" I thash: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Tha: "Ta adhurojnë dhe të mos i bëjnë shok atij." Pra ta adhurosh po, por të mos i bësh shok atij. As në adhurim, as në lutje, as dhe edhe në friksim. Pra, të dashur miq, këto ishin shkputjet për mbledhjet e kësaj jave në këtë emision lidhur me tematika të ndryshme. Faleminderit shumë që na ndoqët, takohemi emisionet e tjera. Mirëmbëjtje.